Vendosni një qep në çorape para gjumit dhe në mëngjes do befasoheni. A e kishit besuar ndonjëherë se të flinit me një qep në çorape do të bënte mrekulli në shëndetin tuaj? Në mjekësinë kineze besohet se këmbët kanë një lidhje të fuqishme dhe të drejtpërdrejtë me të gjitha organet e brendshme. Qepa dhe hudhra kanë një aftësi të mahnitshme për të absorbuar bakteret dhe për të pastruar trupin. Acidi fosforik, substancë e cila vjen nga qepa, hyn në gjak dhe ndihmon në pastrimin e gjakut dhe eliminimin e baktereve dhe viruseve. Sipas mjekësisë kineze thuhet se nëse fusni një copë qep nën çorape dhe e mbani për gjithë natën do të parandaloni një sër sëmundjesh dhe do të përmirësoni shëndetin e përgjithshëm. Përdorni qepën organike që të mos ketë pesticide dhe kimikate. Kjo mënyrë do t'ju ndihmojë në pastrimin e gjakut, eliminimin e baktereve dhe mikrobeve patogjen.